Ka bërë përshtypje një postim në rrjetet sociale i ministrit brendshëm i cili promovonte trendin e rekrutimit të ushtarakëve në lirim në radhët e korporatës publike të sigurisë Ilirian Guard. Një kompani publike e krijuar në kohën kur Sander Leshi drejtonte ministrinë e brendshme që u shoqërua në atë kohë me mjaft polemika politike. E lënë në harres për një kohë të gjatë, kjo kompani pa shumë zhurmë është sot një nga organizatat më të rëndësishme që disponon persona të armatosur të angazhuar në ruajtjen e thuajse godinave më të rëndësishme të shtetit. Ilirian Guard funksionon jo si një degë ministrisë së brendshme direkte, pasi ajo është një kompani publike aksionere me të drejtat e çdo subjekti ekonomik privat. Ndryshimi i vetëm është se aksioneri kryesor pronari është shteti, përkatësisht ministri i brendshëm, i cili ka emëruar një ish deputet të Partisë Socialiste si administrator të kësaj organizate. Lamallari në një postim të tij ka promovuar pikërisht punën e administratorit të Ilirian Guard në punësimin në këtë kompani të ushtarakëve dhe policëve në lirim. Profesionistë me përvojë nga policia e shtetit dhe forcat armatosura i bashkohen Ilirian Guard, forcës që rritet çdo ditë me njerëz të përkushtuar dhe me standarde të larta. Ilirian Guard është e hapur për profesionistë që duan të bëjnë diferencën, që besojnë te disiplina, integriteti dhe shërbimi me dinjitet, shkruan Besfort Lamallari në postimin e tij në rrjetet sociale, ku publikohet një video në cilën administratori i Ilirian Guard, Florence Spaho, ish deputeti i PS-s së qarkut të Elbasanit, pret në zyrën e tij disa ish ushtarak, të cilët flasin të lumtur për rekrutimin e tyre në këtë strukturë sigurie. Strukturë e cila në Këshillin mbikëqyrës së saj ka 3 zyrtarë të lartë të Ministrisë Brendshme, shefin e kabinetit të ministrit, këshilltarin e ministrit dhe një drejtor të lartë të ministrisë. Në një shtet ku kontrolli qeveritar është jashtë çdo reflektori e ku transparenca me publikun është në nivelet më të ulta, dyshimet marrin udhën e spekulimit, pasi kemi të bëjmë me një organizatë të madhe nën kontrollin e ekzekutivit, që ka monopol të emërimeve qoftë në polici, qoftë në kompaninë që kontrollon Ministria e Brendshme. Këto zhvillime kanë rritur dyshime tek partnerët ndërkombëtar, kryesisht organizatat që monitorojnë agjencitë ligjzbatuese. Madje në një raport që është dërguar në Bruksel mësohet se ky zell për të rekrutuar ushtarakë policë në lirim të lidhur me mazhorancën në pushtet është konsideruar edhe një rrezik për krijimin e një milicie paramilitare politike, një milici që në Shqipëri nuk është gjë e re, pasi është kontestuar shumë gjatë qeverisjes së Sali Berishës, i cili licensoi disa kompani sigurie me të punësuar një sër mbështetësisht të tij, të cilët siç e tregoi koha funksiononin si milici paramilitare armatosur që u përdorën në shumë ngjarje e zhvillime dramatike në këtë gjatësivale. Po konsiderohet edhe fushata e re e rekrutimit në Ilirian Guard, e cila sipas atyre që e njohin këtë sektor parashikojnë zhvillime dramatike. Një organizatë e armatosur pa një kontroll parlamentar dhe civil jo vetëm që shton dyshimet, por ngre edhe shqetësime për një aksion ekstraligjor, theksohet në një raport që është dërguar në zyrat e Bashkimit Evropian, ku thuhet gjithashtu se edhe policia e shtetit që ka 12.000 efektiv nuk ka arritur të kthehet në një organizatë jashtë ndikimit të politikës së qeverisë.